Unë mendoj që na veç sa kemi kalu një proces të zgjedhjeve nacionale, në fakt edhe si partije kemi të njëjtin qëndrim dhe duhet të bëhet konstituimi i institucioneve të dala nga zgjedhjet e nëntëshkurtit, nuk kem nevojë që ta përsërisim një proces zgjedhor, sepse nuk mund të priten as edhe ndryshime të mëdha. Në ndërkohë ne e dim të gjithë procesin, të jetë ndërlikuar dhe kohën që ka marrë për numërim të votave nga ana e KQZ-s, bashkimi dy palë zgjedhjeve në një periudhë të caktuar do të shkaktonte probleme të mëdha dhe ka shumë mundësi që zgjedhjet e tilla të mandej domethënë edhe të mos pranohen nga ndonjë subjekt. Nuk janë përcaktuar emrat, janë mbajtur takime të përbashkëta me kryesinë dhe kryetarët e degëve, gjithashtu me kryetarin dhe kryetarët e degëve. Do thotë i kemi nda procesin në 3 faza dhe tani janë komunat degët e LDK-s në për të gjitha komunat në Kosovë, të cilat janë në fazën e procesit konsultativ. Disa prej tyre veç i kanë paraqit kandidaturat, disa të tjera janë në proces.